Jeta në Gjermani, realiteti që nuk ta tregojnë kurrë. Shumë njerëz e shohin Gjermaninë si shpëtim, si një vend ku gjithçka funksionon, ku puna paguhet mirë dhe jeta është e sigurt. Por ajo që nuk të thonë është kjo. Nëse shkoni pa përgatitur, Gjermania nuk të shpëton, të thyen. Pa gjuhë dhe pa profesion, ti nuk je pjesë e sistemit, je i humbur në të. Një letër nga shteti mund të duket si kod i pakuptueshëm. Një gabim i vogël mund të kushtojë muaj të tërë stresi. Zyra e migracionit nuk është formale, është vendimtare për jetën tënde. Leja e qëndrimit shpesh të lidh me një punëdhënës. Dhe në shumë raste, je i detyruar të durosh pa drejtësi, vetëm sepse statusi yt varet nga një firmë. Këtu fillon presioni i vërtet. Mos beso lehtë, sepse jo çdo buzëqeshje është ndihmë dhe jo çdo vëlla është i sinqert. Ka raste ku njerëz, madje edhe të afërm, përdorin besimin për të futur të tjerët në borxhe, kredi, kontrata që nuk i kuptojnë. Një firmë e gabuar dhe mund të mbetesh i lidhur për vite. Banesat në Gjermani janë një luftë më vete. Nuk është thjesht e vështirë, është pothuajse e pamundur në disa qytete. Kërtesa është e lartë, oferta e ulët. Njerëzit paguajnë mijëra euro vetëm për të pasur një shans. Mobilimi shpesh blihet me detyrim, me shifra që arrin 3.000 euro, 10.000 euro. Dhe prap, nuk ke garanci. Ndërkohë, rrjetet sociale tregojnë vetëm anën e bukur. Makina, apartamente, jetë luksi. Por nuk tregojnë netët pa gjumë, presionin financiar, izolimin dhe pasigurinë. Kujdes ku punon, sepse një nga rreziqet më të mëdha janë punëdhënësit e pandershëm. Ka raste reale ku njerëzit punojnë muaj të tërë dhe nuk paguhen. Premtime boshe, justifikime, zhdukje, dhe kur kërkon të drejtën tënde, je vetëm. Nëse paga nuk vjen në kohë, mos prit, sepse në shumicën e rasteve, vonesa nuk është rastësi, është mashtrim. Agjensitë që premtojnë punë, shpesh tregojnë vetëm atë që do të dëgjosh. Pasi marrin parat, përgjegjësia zhduket dhe ti mbetesh në një vend të huaj, pa mbështetje. Jeta në Gjermani është e rregullt, por e ftohtë. Nuk është si në Ballkan. Njerëzit nuk hapen lehtë. Shoqëria kërkon kohë. Vetmia është reale, sidomos në fillim. Moti ndryshon, rutina është e fortë dhe çdo hap kërkon dokument, kontratë dhe durim. Para se të nisesh, mendo mirë. Siguro një punë të vërtetë, jo premtime. Prefero kompani serioze, me kontratë të qartë. Mos jep para pa dokumenta zyrtare. Mos firmos asgjë që nuk e kupton 100%. Mos beso fjalë. Në Gjermani vlejnë vetëm dokumentet. Sepse këtu, një vendim i gabuar nuk është thjesht gabim, është pasojë që mund të ndjek për vite. Kemi marrë shumë denoncime për paga të papaguara në qytete si Hamburg, Frankfurt, Berlin. Raste reale, njerëz real, histori që nuk dalin në rrjete sociale. Po i verifikojmë dhe do t'i publikojmë. Mos u nis me ëndra të bukura, nisu me sy hapur.